Bombardimi i pamëshirshëm i Izraelit në rripin e Gazës ka lënë një pjesë të madhe të territorit në gërmadha. Një organizatë bamirëse me bazë në SBA tha se po ndalonte operacionet e saj të ndihmave, pasi 7 nga stafi i saj u vranë nga Izraeli, derisa ata shkarkonin ndihmat ushqimore të nevojshme të dërguara nga Qipro. Ushtria izraelite përfundoi një operacion ushtarak 2 javor brenda dhe përreth spitalit Al-Shifa, i cili e ktheu kompleksin më të madh mjekësor të territorit të rrethuar në shkretëtir. Izraeli ka qenë në presion të jashtëzakonshëm për të lejuar fluksin e ndihmave humanitare në Gaza, ndërsa fushata akmarrëse që synon të shkatërrojë Hamasin ka vrarë mbi 32.000, kryesisht gra dhe fëmijë. Nga ana tjetër, mijëra e Izraelit kanë dalë në rrugë për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Benjamin Netanyahu, i cili është në presion nga familjet e pengjeve, si dhe nga protestuesit antiqeveritar. Netanyahu zotua po ashtu të ndaloj transmetimin nga Izraeli nga kanali i lajmeve Al Jazeera me bazë në Katar, të cilin ai e quajti kanal terrorist. Lufta në Gaza ka ngritur frikën se konflikti mund të zgjerohet në Irak, Liban, Siri dhe Yemen.